bojnë atë tema ndryshme që më vjen keq që nuk folën ato në për televizion. Që nuk diskutohen në për po. Më vjen keq që unë... Nuk diskutohen asë edhe në tavolina që besa, jo vetëm televizion, nuk diskutohen edhe në tavolina kafeve të shoqnive. Nuk folën tema që për një me do të mu folë. është shumë shqetësu se pjesa e fëmijëve sot, zero kanë koncentrim, nuk dojnë me punu, edhe normal që këshilla eme është, normal t'inglën dështë pak, ideja është me pas shpejit punës, ti punën dështë 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, mas 3 vjetë e vën tonë. Une, se ato se kalzohen, kom punu edhe si merchandiser, kom pas marketing master, kom qenë pa punë, kom do është thjesht punë, kom palu salama në Interex, ose në markete, e kom pas punë 3 javë, po prap asë njerë si kom do në punës jo. Tash sot hezitojnë fëmijët. Une prap nuk po du me paragjyku, po një fajt madhe kanë edhe prindërit, sepse modeli fëmijët është prindëri. Edhe e di që edhe sot me qenë prind është shumë sakrificë. Unë e thëmë alet i blenë 2 banesa në Prishtinë sa që e rritë sot një fëmijë, në aspektin e hajgarës e thëmë normal. Po e di që është sfidë, po unë e thëmë, kur të bën një fëmijë, dosh me këthy ka Turkia antenën. Adin, jo me moj ka Prishtina, po dosh me këthy antenën, dosh me ju përkushtu familjes, sepse nuk ka edhe fëmi edhe qefe. Po, si cili e ka kone vetë, kisha pas qef që ata fëmi që për më dëgjojnë, pa atë keqe, thëmë, do më thonë me shumë dashni, se unë e shumë i du fëmit, edhe kom qef edhe bëj për fëmi shumë, letë punojnë, letë marin zanat, nëse më kështë e këthy mu në shkollë të mesme, unë e gjimnazës e kësha marë. E kësha marë shkollë që është me profesion, qoftë kuzhinë, qoftë berber, qoftë teknik i rrymës, se diqka. Me zanat, po i bika, kështu nëse përkthejmë tamam për... është me zanat që diqka nuk len asë njëre pa buk, edhe që sot kërkohet. Po edhe filozofia e kuzhinës është, do me thonë, është me majtë qatë dorë që te e bënë.